Kryeministri Edi Rama ndodhet në Paris për të marrë pjesë në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, thirrur nga presidenti francez Emmanuel Macron. Para mbajtjes së samitit, Rama ka zhvilluar takime me politikanë francez, mes të cilëve edhe ministrin e drejtësisë Gerald Darmanin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare ndau disa foto nga takimi me Darmanin, teksa në shënimin shoqërues nuk përjashton mundësinë që francezët të analizojnë me ekspertët problematikat e politikave penale në Shqipëri, si dhe të ndihmojnë në hartimin e kodit të ri penal. U takua me ministrin e drejtësisë së Francës Gerald Darmanin për të folur lidhur me pjesëmarrjen e partnerëve francez në grupin e reflektimit mbi problematikat e politikës penale në Shqipëri dhe konsolidimin e draftit të ri të kodit penal, në harmoni të plot me standardet e me praktikat më të mira europiane. Një prej problematikave penale që Ministria e Drejtësisë dhe përfaqësues të qeverisë dhe mazhorancës socialiste kanë theksuar këto kohë, janë edhe masat e larta të arrestit me burg për individët e akuzuar për një vepër penale, por të padënuar nga gjykatat.